Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo bimë që të gjithë e mbajmë në shtëpi i thotë lam të mirë këtij problemi shëndetësor. Koll, bronkit, dhimbje të fytit, por edhe të stomakut i shëron mollaga. Nëse ju keni një lëkurë tepër të thatë për shkak të ftohtit, sërish mollaga mundet që t'i lehtësoj shenjat, sepse prej saj përftohet një pije me 1000 virtyte. Ata të cilët preferojnë që të pinë çaj rabimor me siguri do të kenë hasur shpesh mollagën si një nga përbërësit më të suksesshëm kundër shenjave të bronkitit dhe të ftohurit në pijen e nxehtë. Kjo lule në dukje krejt e parëndësishme kur krahasohet me shafranin e Indis dhe xhenxhefilin ka të njëjtin super rol kundër bronkitit, gastritit, ekzemës. Mollaga ka veti anti-inflamatore, qetësuese, zbutëse, ekspektorante dhe gjithashtu në saj të substancave të tjera, galaktozë, kalcium, kalium, vitamina A, B1, C dhe taninet. Kjo lule është e njohur kryesisht për trajtimin e sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes, kollën, sekrecionet, skuqet e bajameve dhe gjithashtu të liron hundët dhe hap bronket. Në përgjithësi, ajo është e dobishme për të gjitha membranat e mukozës, edhe ato të sistemit të tretjes, gojë, stomak, zorr, përveç fytit dhe gjithashtu zgavrës së gojës, vështirësitë në procesin e tretjes. Është një ilaç tërësisht i suksesshëm, pasi shpesh e gjejmë edhe të pranishëm në çajin e mbrëmjes, ku nuk mund të mohojmë vetit qetësuese dhe relaksuese, sidomos edhe tek infeksionet urinare tek femrat të cilat janë shumë të bezdisura. Çaji i mollagës gjithashtu mund të jetë i dobishëm për gargar dhe për të luftuar probleme dentare, por edhe për djegje, ekzema, kafshimet e insekteve, sy të lodhur dhe të kuq dhe lëkurë tepër të thatë. Mollaga konsiderohet edhe si rigjeneruese e qelizave. Ajo e ndihmon trupin tuaj që të prodhojë qeliza të reja dhe në të njëjtën kohë kufizon në rritjen e qelizave të këqija. Si të përgatisni çajin me mollag? Përgatitja është fare e thjeshtë. Ju duhet që të merrni një lugë me bimën e thatë dhe valojeni në ujë për pak minuta. Kullojeni çajin dhe më pas duhet që ta pini ende të ngrohtë në mbrëmje para se ju të shkoni për të fjetur. Për shumë përfitime për rrugët e frymëmarrjes, ju duhet që të shtoni edhe mjaltë. Kollitja është ndoshta gjëja më e bezdisshme pas fryrjes së hundëve kur jeni të ftohur. Marrja e ilaçeve mund t'ju sëmurin më shumë dhe njëkohësisht munden që të ulin edhe sistemin tuaj imunitar. Për fat të mirë ekziston një shurup i lashtë i bërë në kushte shtëpie, i cili do t'ju ndihmojë ju të largoni gëlbazën dhe njëkohësisht të shëroni kollën tuaj. Sekreti qëndron pikërisht tek karrotat. Për shkak të përmbajtjes së lartë të antioksidantëve, ato ndihmojnë diabetikës si edhe vuajtjet e hipertensionit. Për ta bërë shurupin e jashtëzakonshëm, ju do të keni nevojë për gjysmë kilogram karrota, ujë dhe 3 deri në 4 lugë mjalt organik. Kushtojeni vëmendje metodës së përgatitjes dhe mund të shëroni kollitjen tuaj brenda 2 ditësh. Konsumoni rreth 3 lugë të shurupit të karrotës në mënyrë që ju të filloni procesin e shërimit. Në këtë video, ne do t'ju tregojmë se ky shurup funksionon shumë mirë për të gjitha moshat. Përfitimet të tjera të karrotës: përmirëson imunitetin dhe gjithashtu kontrollon edhe sëmundjet e zemrës, ul kolesterolin,
parandalon sëmundjet e këqija, parandalon aknet, është një burim i vitaminave të nevojshme për lëkurën, është një burim i kalciumit, ndihmon në tërheqje dhe pastron trupin. Receta e shurupit. Për këtë juve do t'ju duhet gjysmë kilogram karrota, 3 deri në 4 lugë mjalt dhe gjithashtu 1 litër ujë. Përgatitja. Së pari, priteni karrotat në copa dhe më pas hidhini ato tek uji. Zieni derisa karrotat të zbuten dhe më pas largoheni nga nxehtësia. Kullojeni ujin dhe lëreni të ftohet. Më pas hidheni karrotat me blender ose shtypeni ato me pirun. Në ujë shtoni më pas mjaltin dhe përzieni mirë. Shtoni në këtë përzierje edhe karrotat pure. Shurupi është gati, prandaj mbajeni shurupin në një vend të ftohtë. Konsumimi. Merrni 3 deri në 4 lugë shurup gjatë ditës, pas 1 apo 2 ditësh do të ndjeni rezultatet. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale për të luftuar kollën, bronkitin dhe pneumonin, mund të jeni të sigurt se keni gjetur një recetë të shkëlqyer. Shurupi i qepës është një ilaç i vjetër në shtëpi, i cili do të trajtojë me sukses probleme të ndryshme të frymëmarrjes. Në përbërjen e tij, substancat e nxjerra nga qepa duken të përqendruara dhe kjo është ajo që e bën atë një antiinflamator dhe antiviral tepër të fuqishëm natyral, i cili punon në mënyrë efektive kundër kollës, gëlbazës, ngjyrjes së zërit dhe problemeve të fytit dhe gjithashtu mund të përdoret edhe për të ndihmuar në trajtimin e bronkitit dhe të pneumonisë. Priteni qepën në feta. Vendoseni këto feta në një tenxhere të madhe duke rregulluar një fet qep, një shtresë sheqeri kafe, një fet tjetër qep dhe një fet tjetër sheqeri kafe dhe kështu me radhë duke përfunduar me një shtresë sheqeri. Ndërkohë mund të përdorni farat e linit. Nëse kolla juaj është përkeqësuar, hidhni 3 lugë fara lini në një filxhan me ujë dhe më pas zieni ato së bashku. Kur uji juaj të nisë dhe të trashet, kullojeni dhe lëngun përzieni më pas me 3 lugë lëng limoni dhe mjalti respektivisht. Më pas, sa herë që ju do të goditeni nga kolla, merrni një lugë të kësaj përzierje magjike. Xhenxhefili. Për një kollë të thatë, zgjidhni xhenxhefilin, hidhni pak krip dhe përtypeni për disa minuta. Kolla luftohet gjithashtu edhe me çaj xhenxhefili, i cili përgatitet duke e zier atë në ujë dhe derisa pjesa më e madhe e tij të avullojë. Kullojeni lëngun dhe shtoni një lugë mjalt dhe pijeni të ngrohtë. Çaj i trumzës. Përgatisni çajin e trumzës duke shtuar 2 lugë me gjithë të shtypura trumze në një çajnik të mbushur me ujë, duke e zier për 10 minuta. Pasi ju ta keni kulluar, shtoni mjalt dhe gjithashtu limon. Të treja së bashku kanë fuqi të mëdha shëruese. Çaj me mjalt dhe piper të zi. Në qoftë se ju vuani nga kolla e pjekur ose ajo me sekrecione, provoni çajin me mjalt dhe me piper të zi. Ky i fundit stimulon qarkullimin dhe çlirimin e sekrecioneve dhe mjalti menjëherë ndalon kollën. Përdorni një lugë çaj me piper të zi dhe 2 lugë gjelle me mjalt. Përzieni në një gotë me ujë të nxehtë. Lëreni të qëndrojnë së bashku për 15 minuta. Kullojeni lëngun dhe më pas pijeni. Pini lëngun e limonit. Merrni një copë limoni, spërkateni me piper të zi dhe krip dhe pini lëngun magjik që ofron shërim të menjëhershëm. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat, paraprake, ndërveprimet ose efektet negative
Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.